premtuar se do ketë punësim atje, mirë po të kërkesa disa herë janë refuzuar nga ana e ministrit, ndërsa në planin strategjik është të paraqajtur pulet në themi në niveli dhe ansambli të kalojë ose të mbyllet ose të shkrihet. Qendrën për kulturë apo institucion tjetër. Çfarë ndodh? Atë që dim ne që Ministria e Kulturës ka vënë një plan të asaj se si është funksionalizimi i institucioneve dhe sa institucionet kulturore janë në funksion të kulturës dhe në shërbim të qytetarëve. Ka një raport në të cilin parashifet edhe riorganizimi i ansamblit mes 10 institucioneve tjera të kulturës, institucioneve nacionale. Ajo që për ne është me rëndësi që ai institucion të vendohet në funksion dhe në shërbim të qytetarëve, duke nisur fillimisht nga punësimi i punëtorëve edhe kulturor të këtij ansambli dhe po punohet në drejtim të marrjes së pëlqimit për punësimin e të njëjtëve. Pjesa tjetër, edhe pse ne besojmë që duhet të vendohet në shërbim dhe në funksion ashtu siç është edhe në bazë të vendimit për themelim të ansamblit, por për ne më me rëndësi është punësimi i kuadrit apo të stafit të ansamblit dhe i njëjti të vendohet në funksion të plot të kulturës tetovare.